Prej 4 vitesh është ulur frekuentimi lindjeve nga gratë shtatzëna në maternitetin e Kavajës. Qindra nëna nga ky qytet, por dhe nga fshatrat janë të detyruar të lindin në spitalin e Durrësit apo Tiranës. Shkaqet për uljen e këtij frekuentimi, sipas drejtoreshës së shërbimit spitalor Kavaj Pranvera Bajaziti, qëndrojnë në faktin se prej 4 vitesh në maternitet mungon mjeku reanimator. Ne kemi mungesë të mjekut reanimator. Kjo i detyron mjekët obstetër ginekolog, të cilët në momente të vështira, pra në lindje të vështira, duke mos e ndier veten të sigurt, detyrohen të largojnë pacientët të kryejnë lindjen në qytetin e Durrësit apo në atë të Tiranës. Bajaziti sqaron se një shkak tjetër është edhe amortizimi i ndërtesës së maternitetit, objekte me qira të amortizuara, të cilat nuk ofrojnë kushte optimale për lindje. Shërbimi spitalor i Kavajës shërbehet në 2 godina private, të cilat janë të amortizuara dhe që qëndrojnë larg njëra tjetrës, si shërbimi spitalor që përbëhet nga repartet e patologjisë dhe pediatrisë dhe ai i shërbimit obstetrik, domethënë të maternitetit. Kërkesat e shumta në drejtim të Ministrisë së Shëndetësisë ku kërkohet me urgjencë ardhja e një mjeku reanimator nuk kanë munguar, ndërkohë që në këto 4 vite nuk është bërë asnjë zgjidhje. Një fakt i tillë pohohet edhe nga shefi i maternitetit Justin Mitrushi. Përpjekjet tona, edhe personale, edhe institucionale, nga ana e maternitetit tonë janë bërë. Kjo zgjidhet në mënyrë institucionale, në mënyrë ligjore, pavarësisht nga dëshira e mjekëve të Tiranës për ta punuar. Të gjitha shpresat për një ndryshim rrënjësor në shërbimin spitalor në maternitetin e Kavajës janë mbështetur tek përfundimi i spitalit të ri. Objekti ka më shumë se 19 muaj që ka nisur të ndërtohet dhe ende nuk ka përfunduar. Sipas kontratës, ndërtesa 4 katëshe dhe ambientet përreth saj duhet të kishin përfunduar në muajin mars.